Djen ora 9:40 në rrugën Iliria në Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri të trafikut rrugor Tetov ka ndaluar një automjet udhëtarësh Opel me targa të Tetovës, i drejtuar nga një 60 vjeçar nga fshati Vratnic. Gjatë kontrollit është konstatuar se personi nuk posedonte patent shoferi, pas së cilës është privuar nga liria në bazë të nenit 297A të kodit penal. Automjeti është konfiskuar, ndërsa pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Djen orën 12:35 në Tetov, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov, duke vepruar me urdhër të gjykatës themelore Tetov, kanë privuar nga liria një 28 vjeçar nga fshati Reqice Madhe, i cili kërkoi për vuajtje të dënimit me burg në lidhje me veprën penale të kryer sipas nenit 297 të kodit penal. Ai është dërguar në burgun e Tetovës për vuajtje të dënimit. Djen ora 15:25 në sektorin për punë Gosivar, një 45 vjeçar nga Gosivari ka raportuar se gjatë ditës në kishën Katedrale në rrugën Ilinden, një autor i panjohur ka kryer vjedhje. Sipas raportimit, autori ka hyrë përmes një dere të hapur në dhomën për shitjen e qirinjve në kuadër të kishës dhe nga arka ka marrë në mënyrë të kundërligjshme 3500 denar, po merren masa për zbardhjen e rastit. Djen ora 20:20 në sektorin për punë të brendshme Tetov, nga qendra mjekësore Gosivar është raportuar se në spital pa shenja jete është sjell një 14 vjeçare nga Kavadari me qëndrim në Gosivar. Sipas raportimit, e mitura ka rënë nga Luhacia në parkun e Gosivarit, pas së cilës është transportuar në qendrën mjekësore Gosivar, ku në ora 20:55 mjeku kujdestar ka konstatuar vdekjen. Është njoftuar prokurori publik me urdhër të cilit trupi është dorëzuar për obduksion. Pas mesnate në ora 1:20, një burr 41 vjeçar nga Gosivari ka raportuar se në oborin e shtëpisë familjare është sulmuar fizikisht nga bashkëshortja e tij 37 vjeçare, me të cilën ndodhen në procedurë divorci. E denoncuar është privuar nga liria dhe pas dokumentimit të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Djen ora 15:02 në sektorin për punë të brendshme Tetov është raportuar se në rreth rrotullimin e bulevardit Ilinden me bulevardin Blagoja Toska ka ndodhur një aksident komunikacioni midis një automjeti udhëtarësh Mercedes me targa të Tetovës, i drejtuar nga një 68 vjeçar nga Tetova dhe një biçiklet e drejtuar nga një 39 vjeçar nga Tetova. Në aksident, lëndime të rënda trupore ka pësuar vozitësi i bicikletës të konstatuara në spitalin klinik të Tetovës. Kthyer në vendit të ngjarjes e ka kryer ekipi i sektorit për punë të brendshme Tetov.